lajmin mbi kalimin në amshim të profesor akademik Recep Qosis e kam marrë për mjetëve pa marrë dëgjimore, si që kanë marrë edhe shumica, dhe pse vitet e fundit, sidomos këto 2 vitet e fundit, nuk ka marrë pjesë në ngjarjet e rëndësishme të popullit tonë. Prandaj, këtë lajme mora me dhimbje, me pikëllim, por edhe me falënderim, me dhimbje dhe pikëllim, që është ndamje e përkohshme për kësaj jete dhe bote. Ishte një figurë e ndritshme e kulturës, traditës dhe historisë sonë. Ishte një njeri i cili u vu në shërbim të mirës së përbashkët, sidomos pjesëmarrja e tij në Rambuje, por edhe shkrimet e tia dhe studimet e kanë ndriçuar një pjesë të madhe të asaj çka është tradita, kultura dhe qytetërimi ynë i lirë, arbror dhe shqiptar. Me falënderim sepse e ka shkri jetën e vet për ta ndriçuar historinë, traditën, kulturën dhe qytetërimin tonë. Prandaj çka të themi tjetër përpos Zoti e shpërbleft me amshimin e lumtur. Edhe vetë dëshira e tij pa kurfar rriti dhe në mënyrë krejt private ta ketë varrimin, është domethënëse dhe tregon dhe dëshmon për karakterin e tij. S'ka kërkuar nderime as falënderime prej askujt, por e ka bë me mendje dhe me zemër, me përkushtim dhe me dashuri. E gëzoft amshimin e lumtur dhe pas jetën e pasosur.